Kreu i PTK-s Nar Ndoka në takimin me aleatët e opozitës shprehu rezervat e tij në lidhje me deklaratat se me Ramën nuk ka zgjedhje, ndërsa nga ana tjetër ule në tryez me Ramën për reformën. Sipas Ndokës, Partia Demokratike tentoi ta kthente skemën politike në bipolare dhe kjo i ka dhënë një goditje pluralizmit. Ai tha se goditja e pluralizmit me skemë politike bipolare i dha goditje të djathës. Gjithë dimë që sa tjetër Rama kryeministër nuk do të ketë zgjedhje. Kjo është përsëritur disa herë. Por vrem se sa tjetër Rama kryeministër, ne ulimi e bëjmë prap reformë me të. Kështu që kjo nxitje në ka lënë pak një shije të hidhur për faktin që asnjëherë nuk ka filluar parlamenti me ngritjen e komisionit për reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore është bërë mos i është marrë raporti ose bëu dirit, është kërkuar kohë, është studiuar, është konsultuar. Unë shoh të keqen e zgjedhjeve që kemi kaluar në vite tek kodi zgjedhor, tek ndryshimi që është bërë në 2018. Ajo ka të tërsuar komplet realitetin e përfaqësimit politik, i ka dhënë një goditje të rëndë pluralizmit. Kreu i FRD Salisheu ka parashtruar idetë e tij për mënyrën se si duhet të veprojë opozita për të kërkuar ndryshimet në ligjin zgjedhor, por jo vetëm. Sipas Sheut, zgjedhjet në 25 vitet e fundit nuk kanë arritur të prodhojnë një kuvend që pasqyron vullnetin real të shqiptarëve, çka ka çuar në qeveri të papërgjegjshme. Këto dy ligje për të cilat jemi mbledhur janë ligje shumë të rëndësishme, sepse në këto 25 vite zgjedhjet në Shqipëri nuk kanë prodhuar kuvendin real dhe vullnetin e shqiptarëve. Për sa kohë ky institucion i rëndësishëm nuk përfaqëson vullnetin real, nuk prodhon qeveri të përgjegjshme. Edhe për këtë jemi të gjithë përgjegjës. Unë mendoj se praktika e drejtanishme ndjekur nga komisionet parlamentare të reformave, qoftë për reformën zgjedhore, kjo territoriale, edhe gjithë komisionet e tjera, du të dalin nga taktika rutinë e drejtanishme, e negocimit duke ndërtuar ligjin në tavolinë me kundërshtarin i cili e ka përpunuar idenë e tij për të fituar zgjedhjet përpara se ne të shkojmë në atë tavolinë. Ndërsa përfaqësuesi i 7 subjekteve minoritare u shpreh se mungesa e përfaqësimit politik për minoritetet në Shqipëri është një problem që zgjat mbi 35 vite dhe kërkon vëmendje të menjëhershme. Në këtë kontekst, përfaqësuesi nënvizoi rëndësinë e respektimit të drejtave të minoriteteve në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe njoftoi se 7 subjektet minoritare kanë përgatitur një draft konkret për ndryshimin e kodit zgjedhor. Rasti specifik i minoritetit që unë përfaqësoj në Shqipëri është një numër jashtëzakonisht i madh. Por ngelet për dëshiruar në 35 vite e kusur për përfaqësim politik. Mekanizmat nuk na i bën favor në as pak të mundshme për të grumulluar atë numër në një qark për të dalë deputet. Unë e kërkoj me këmbgulje bashkë me kolegët e mi, kemi dakorsuar si 7 subjekte që me qenë se jemi në kohë dhe nëse kërkohet nga ana jon draft për ta vendosur brenda artikulimit tuaj në ndryshimin e kodit zgjedhor, do doja me shumë respekt dhe vlerësim që këto minoritetet të respektohen në vend, për t'i dhënë demokratizim edhe këtij procesi të minoriteteve në vend. Vlerësimi që i takon. Në takim nuk ishin të pranishëm disa prej aleatëve kryesor. Fatmir Mediu ndodhet jashtë Shqipërisë. Partia e Lirisë u përfaqësua me deputeten Brunilda Hoxha, ndërsa mungonte edhe Agron Duka.